Policia e Bulqizës ka arrestuar drejtuesin teknik të subjektit minerar Eternal Security pas aksidentit me pasojë vdekjen e një punëtori në minier. Në pranga ka përfunduar Përparim Koçi, 63 vjeç, banues në fshatin Vajkal të Bulqizës, i cili ushtronte detyrën e drejtuesit teknik në subjektin ku ndodhi ngjarja. Arrestimi i tij është kryer pas hetimeve për aksidentin e ndodhur më 1 gusht 2026, ku humbi jetën punëtori Ilir Kolaveri, 40 vjeç. Sipas policisë, nga veprimet hetimore dyshohet se 63 vjeçari në cilësinë e drejtuesit teknik nuk ka zbatuar rregullat e mbrojtjes dhe sigurisë në punë, çka dyshohet se ka sjell edhe aksidentin fatal. Pas ngjarjes, grupi hetimor ka kryer verifikimet në vendin e punës dhe ka administruar provat për zbardhjen e rrethanave të plota të aksidentit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Dibër për veprën penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësitë e plota lidhur me aksidentin që i mori jetën 40 vjeçarit në galeritë e minierës së Bulqizës.